Tani kemi një mesele tjetër, një problematik tjetër, thot nëse gruaja lind dibinjak, dinak, si i thonë. Edhe midis lindjes së tyre ka një afat kohor më pak se 6 muaj. Konsiderohet se është dinak apo binjak, se jonë binjak. Për shka ka lidhje kjo punë? Ka lidhje. Ka lidhje se nëse është më pak se 6 muaj, atëherë lehonin me cilën du ta keta, me të parën a me të ditin. A me fëmin e parë, a me fëmin e ditë. Ati të më thënë është e problematika. A nëse lind pas, në më thënë aj tjetri, fëmiu i tjetër lind pas 6 muaje, apo 6 muaj kër i bën, atër nuk konsiderohet se është binjak. Është atër lehoni tjetër. A keni parasysh. E tash, lidhur me këtë, dietarët japën 3 mendime. Mendimi i parë, do më thënë nëse lind, dhe mes dy lindjeve ka ma pak se 6 muaj. Nëse ka më tepër se 6 muaj, nuk e bisedojmë atë se është atëherë lehoni. Edhe e para edhe e dyta. Po nëse lind më pak, atëherë cila është lehoni për atyre dijave, e thot dietarët kanë 3 mendime, japën do më thënë lidhur me këta. Mendimi i parë, dhe ki mendim është e Ebu Hanifës, e Ebu Jusufit dhe disa Shafi, disa do më thënë dietarë të medhebit Shafi, thonë se do të konsiderohet lehoni ai fëmiu i parë. Lehonia e parë. Kur do ta lind më pak se 6 muaj atë tjetrin, pas 3 muaje për shembull, që lindja i pari. Atëherë shka? Atëherë nuk e konsideron atë tjetrin si lehoni tjetër. Kjo është mendimi i Ebu Hanifës, i Ebu Jusufit dhe disa dietarë të medhebit Shafi. Mendimi i dytë, dhe ki mendim është i Muhammedit, Zuferit prej Hanefive, këto thonë se jo, lehonia do të konsiderohet me të ditin, me fëmijën e ditë. Këtë mendim e kanë. Ndërsa mendimi i tretë është thot, me çdo njërin prej tyre ka lehoni. Me çdo njërin prej tyre ka lehoni. Në më thonë mund t'i bohat 40, 80 ditë, në më thonë, mundet, ose nëse nuk i ndaret për para, nëse i ndaret, ma pak. E tash, si pas mendimit të parë, gjakun që e shef pas fëmijut të parë, është një fasë, është lehoni, si pas mendimit të parë. Apo nëse shkojmë ma të parin, në më thonë. Si pas mendimit të dytot, atë gjakun që e shef me pas të parit është smundje. Në më thënë, nuk ka ndonjë dispozit të lidhur me të, jashtë ase si uzërli, apo si uzërlije, femën është. Në më thënë, që njësoj sikur për shembull dikush nëse i rrjedh diçka, vazhdimisht edhe ato dispozita i ka. Na u kupton. Kjo është sipas mendimit të dytë, kështu del. Sipas mendimit të tretë, kuptohet ajo, domethënë çdo gjak që del edhe i pari, edhe i diti, edhe me atë fëmijën e parë dhe me fëmijën e ditë, çka janë? Janë lehoni, të rëndomta. Domethënë, këto mendimi i tretë e ngarkon më tepër gruan. Është e ngarkuar më tepër. Pra kështu domethënë, është e meselja.